dashur kolegë punojës të sektorit Zjarfix, Bashkia Mirdit, të policisë bashkiake dhe shërbimit kryor, bashkisë Mirdit, në zbatim të planit të masave, si në zbatim të urdhave dhe shkresa të ardhur nga Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes së Zjarrit dhe Shpëtimi, është përgatitur plan masave dhe plan veprimi si do funksionoje i gjithë ky strukturë, ky personel në mbrojtjen e territorit dhe në monitorimin e situatës së zjarreve dhe të gjithë problematikave që mund të kemi ne për këtë sezon veror, qershor, korrik dhe gusht. Duke ju falendëruar, duke pas mbështetjen time dhe të gjithë ato që jemi të gjithë së bashku që ta kalojmë dhe këtë vit me sukses, ashtu që të kemi dhënë dhe suksese në vitet e kaluara. Ju falenderoj gjithë dhe do jemi të gjithë së bashku në krye të misionit dhe në zbatim të gjithë urdhave të kryetarit bashkisë, zotit Milishi dhe drejtorit përgjithshëm dhe të Arbencar. Ju falenderoj. Sot du të falenderoj drejtorin e përgjithshëm të shërbimit Zjarfix, zotin Arbencara, që është bashkë me ne, njëkohësisht si fillimin i sezoni që për ne, sidomos për trupën e shërbimit Zjarfix, policisë bashkiake, shërbimit kryor, është një nga fashat kohore të stinëve, një më të vështira që mund vi për sa i përket gatishmërisë dhe parandalimit të rasteve apo qofteve ndërhyrjeve në rastet caktuara që mund të kemi gjatë sezonit veror. Absolutisht kam fjalët më të mira për shërbimin Zjarfix dhe shërbimin kryor për sa i përket sezoneve të shkuara dhe jam i bindur që të njëjtën gatishmëri, të njëjtin seriozitet dhe të njëjtin përkushtim do keni edhe në këtë sezon që hyjmë, që është stina e verës, që zakonisht na përcjell ato problematikat e zjarreve në byje apo rasteve të aksidenteve në autostrada, kështu që duhet ju përgëzoj për çfarë keni bërë, po absolutisht pres një seriozitet, angazhim maksimal dhe gatishmëri dhe korrektësi për sa i përket këtij sezoni nga gjithë ju, dhe patjetër që jam kraj jush bashkë me drejtorin, bashkë me gjithë sektorët tjerë të bashkisë apo dhe shërbime tjera që shpresoj të mos kemi raste dhe shpresoj të mos kemi ato emergjense që kemi pas vitit e shkuara, por nëse do jenë edhe shërbime tjera në gatishmëri, shërbime të strukturave të punëve publike që do ju vinë ndihmë, por jemi bashkë me ju, do jemi gjithë bashkë në parandalimin e çdo situate apo në mbrojtjen e çdo jete që do të ketë në vështirësi gjatë stinës verës dhe gjatë këtij sezoni që ne dimë që sjell problematika. Ju inkurajoj, shpresoj të mos kemi situata të vështira, por ne duhet jemi në lartësinë e dur, duhet jemi maksimalisht të angazhuar, ne duhet jemi në gatishmëri non-stop në çdo orë, duke filluar nga sot dhe deri në mbylljen e sezonit veror që mund të jetë emergjent në situata që mund të na vinë. Që ju përgëzoj dhe ju inkurajoj të jeni fort të angazhuar gjatë këtij sezoni. Shumë respekte për përkushtimin tuaj të vazhdueshëm. Faleminderit. Drejtori i Emergjencave Civile, nderuar kolegë Zjarfix, policisë bashkiake, kryore dhe gjithë strukturat vullnetare të shërbimit Zjarfix në rrethin e Mirditës. Patjetër që sot jemi këtu për të anoncuar dhe gatishmërinë tonë për sa i përket zjarreve në pyje. Janë detyrime që rrjedhin nga ligjet tona, ligji 139 përveç qeverisë vendore, por edhe ligji 152/2015. Gatishmëria 24/7 e shërbimit Zjarfix nuk mungon në asnjë moment për sa i përket shërbimit të qytetarëve, por sot jemi këtu për të rritur, për treguar kapacitetet tona, rritjen e kapaciteteve që bashkia Rrshen ka bërë tashmë ndër vite. Shikojmë një bashki të kompletuar me mjete Zjarfixe, por jo vetëm mjete Zjarfixe, por e disa pick-up, domethënë ato mjete të vogla që janë të aksesueshme për sa i përket zjarreve në pyje, gjë e cila na bën që të ndjehemi më të kompletuar dhe për të ardhur në ndihmë sa më shpejt komunitetit.
Ajo çfarë dua të them është që ne duhet të punojmë shumë në paranalimin e zjarreve dhe ky duhet të jetë dhe thelbi i gjithë këtij takimi. Të gjithë ne duhet të punojmë me komunitetin, të shpërndajmë informacione të rëndësishme, të dobishme, që zjarret të kemi sa më të pakta. Nëse ne punojmë me parandalimin duke filluar në skalë më të largët, duke takuar njerëz, çobënërit, kryepleq, njësitë administrative, duke krijuar disa grupe vullnetare për sa i përket strukturave të MZSH-s, duke i pajisur me disa pajisje shtesë, duke u dhënë informacionin e dur, por edhe disa trajnime bazike se si ata duhet veprojnë në një rast zjarri, si duhet t'i drejtohen shërbimi zjarrfiks policisë shtetit, asaj bashkiake pyjore, që të lajmërojnë në kohë, pra në mënyrë që të jemi eficient në atë çfarë bëjmë. Atëherë besoj që do të jemi të suksesshëm në gjithë atë çfarë na pret përpara. Kuptohet, është një verë e nxehtë, ka filluar tashmë sezoni i verës. Deri tani nuk kemi pasur zjarre spontane, pra sporadike, gjë e cila ka bërë që të eliminojmë në një kohë sa më të shkurtër. Strukturat e emergjencave civile janë të angazhuar tashmë në bërë gjitha takimet për sa i përket në rang prefektit Qarkut, i cili është në mbledhur kryeministrit dhe është dhe kryetari i emergjencave në rastin në fjalë. Ka bërë gjitha takimet me institucionet qendrore dhe ato vendore, janë dhënë të gjitha detyrat paraprake, por ne duhet punojmë fort, jemi të bashkuar në mënyrë që të parandalojmë çdo vadër zjarri të mundshme, dhe jo vetëm, por edhe aksidentet rrugore. Mbuloni një segment shumë të rëndësishëm që është rruga Kombit, e cila shpeshherë shikojmë që ka jo vetëm zjarre në automjete, por edhe aksidente rrugore, gjë e cila na lindet drejta dhe jeni ju ata shpëtimtarët e atyre, pra çdo sekond i humbur është një jetë e humbur për sa i përket ndërhyrjes nga ana juaj. Duhet ta vlerësoni maksimalisht. Ajo çfarë është për tu falendëruar nga kryetari këmbgulja e tij, por patjetër edhe me ndihmën tonë është dështimi efektiv i zjarrfiks në qytetin e Vërshenit, gjë e cila ka bërë që të kemi edhe risi të reja, djem të rinj pranë strukturave tona, të cilat meritojnë patjetër që ne t'i vlerësojmë për që na janë bashkuar në MZSH, por jo vetëm të punojmë për ta, për t'i trajnuar, për t'i rritur profesionalisht ata në mënyrë që t'jenë sa më të përgatitur për t'u ardhur në ndër komunitet. Nuk do të zgjatem shumë edhe për shkak patjetër të temperaturave, edhe pse kjo është edhe një test për ne duhet i rezistojmë temperaturave të larta, sepse përballemi me zjarrin dhe kjo është diçka krejt normale për ne. Ju falenderoj për gatishmërinë, për gjithçka keni dhënë deri më sot. Ju kemi parë edhe në zjarret që kanë ndodhur për sa i përket viteve të kaluara, keni qenë të gjithë të gatshëm, jeni përgjigjur gatishmërisë. Ju falenderojmë edhe shumë më shumë për sa i përket edhe orëve të tepërta shtesë pune që keni bërë në çdo rast, pra nuk keni lënë familjet tuaj dhe keni qëndruar deri kur ka mbaruar çdo situatë zjarri, gjë e cila ka bërë dhe ka treguar që vërtet këtë shërbim jo vetëm e shikoni si një instrument për t'i shërbyer dhe për t'u ushqyer familjen, por e keni pas primare jetën e qytetarëve, pronën e qytetarëve, dhe jo vetëm, por gjithçka ka të bëjë me qytetarët dhe keni mbrojtur me një fanatizëm të jashtëzakonshëm. Faleminderit gjithëve, jemi të gatshëm t'ju shërbejmë në 24 në 7 ditë të javës, me ndihmën tonë, me asistentën tonë, me koordinimin tonë, duke filluar nga Tirana dhe nga çdo cep i Shqipërisë. Sot kemi edhe drejtorin e shërbimit zjarrfiks të Tiranës në radhët tona, na ka shoqëruar dhe patjetër që do të na shoqërojë edhe në evente, siç na ka shoqëruar gjatë gjithë kohës edhe në rastet e zjarreve ku ne kemi pasur vitet e kaluara dhe viteve të tjera. Personalisht vetë me mjetë dhe me forca dhe falenderojmë që na është bashkuar të sot. Faleminderit gjithë. Afrojna pak. Me ty ka rënë hallë, ajo, më dhe bashkuar, jo. Okay.